$3.526 lëndë të korrupsionit. Nga këto lëndë, Policia e Kosovës gjatë kësaj periudhe raportuese ka trajtuar 557 raste, ku për veprën penale të korrupsionit marrje rishfeti ka trajtuar 22 raste, për dhënie të rishfetit 47 raste dhe për keqpërdorim të pozitës zyrtare gjithsej 488 raste. Nga këto raste, Policia e Kosovës ka arrestuar 63 persona. Prokuroria gjatë kësaj periudhe raportuese, pra për vitin 2014, ka pranuar në punë gjithsej 1987 raste, ku për veprën penale të korrupsionit marrje rishfetit ka pranuar në punë 41 raste dhe ka zgjidhur vetëm 22 raste, për dhënie të rishfetit 60 raste dhe ka zgjidhur vetëm 48 raste dhe për keqpërdorim të pozitës zyrtare ka pranuar në punë 1886 raste dhe ka zgjidhur vetëm 697 raste. Gjykata gjatë kësaj periudhe kanë pranuar në punë 982 raste, ku për veprën penale të korrupsionit marrje rishfetit kanë pranuar në punë 126 raste dhe kanë zgjidhur vetëm 36 raste. Për dhënie të rishfetit kanë pranuar në punë 66 raste dhe kanë zgjidhur vetëm 25 raste. Dhe për keqpërdorim të pozitës zyrtare kanë pranuar në punë gjithsej 790 raste dhe kanë zgjidhur vetëm 194 raste. Pra në përgjithësi, lëndë të pasgjidhura për vitin 2014 në Prokurorinë e Kosovës kemi 1218 raste, ndërsa në gjykata lëndë të pasgjidhura janë 727 raste. Në fakt, vullneti politik është jashtëzakonisht i rëndësishëm në luftimin e korrupsionit, sepse kemi edhe raste të tjera, shembull rastin e Kroacisë, ku janë arrestuar zyrtarë jashtëzakonisht të lartë, ish kryeministra, për veprat e tyre penale të korrupsionit. Gjithashtu politika ka rëndësi në krijimin e mekanizmave parandaluese në institucione për luftimin e korrupsionit. Pra që të institucionet të fillojnë të shlirohen nga strukturat korruptive brenda që kanë, pra që të bëjnë politika dhe të zbatojnë ato politika për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit që kanë brenda. Ne nuk kemi asnjë rast ku shembull zyrtarët e lartë udhëheqës të institucioneve përpos në komunën e Prishtinës, të cilët kanë suspenduar zyrtarët e tyre për shkak të dyshimit që ata kanë qenë të përfshirë në afera korruptive.